që kryeministri Edi Rama pritet të mbajë në orën 12, pra do mbledh asamblenë e partisë në qytetin e Vlorës. Çfarë mendon Ermal se mund të diskutohet? Çfarë mendon se do të prodhojë kjo asamble? Në fakt do të jetë një asamble apo një takim me asamblenë e zgjeruar të Partisë Socialiste këtu në Bashkinë e Vlorës e kryeministrit Edi Rama. Pritet që të diskutohet për hapat e mëtejshëm të rienergjizimit të Partisë Socialiste, pra siç janë anëtarësimet e reja, apo edhe për nisjen e një turi takimesh me qytetarët, ku deputetët, ashtu si kundër edhe kryetarja e bashkisë, apo edhe kryetarët e bashkive në rang qarku, do duhet të takojnë qytetarët në kuadrë të turit që kryeministri ka ndërmarrë për punët për Shqipërinë. Do të ketë disa detyra në fakt që do të lërë edhe kreu i ekzekutivit, duke qenë se jemi edhe një vit përpara zgjedhjeve vendore, e ku duhet të ndizen fuqishëm pra motorët e punës në terren për takuar qytetarët e për të folur me ta rreth atyre gjërave që janë bërë gjatë këtyre viteve dhe atyre ndoshta që presin qytetarët e Vlorës. Pra do të jetë një takim lënie më shumë detyrash ndaj Asamblesë Socialiste të Partisë Socialiste pra këtu në territorin e Bashkisë së Vlorës nga kryeministri Rama. Gjithashtu, kreu i qeverisë do të kërkojë edhe një, mund të themi, bashkim apo të gjitha strukturave të Partisë Socialiste për të punuar për një qëllim të vetëm, për të punuar për fitoren, pse jo të Bashkisë së Vlorës në zgjedhjet e ardhshme vendore, ashtu si kundër do të flas ndoshta edhe për detyrat tjera që do t'u lërë socialistëve. Por Asambleja e Zgjeruar Socialiste vjen në një moment edhe të ristrukturimit të Partisë Socialiste në të gjithë vendin, ashtu si kundër edhe në Vlorë pritet që gjatë këtij viti të kemi zgjedhjet për kryetarin e ri të Partisë Socialiste të Vlorës dhe pikërisht edhe kjo do të jetë një ndër temat e diskutuara. Unë të falenderoj shumë Ermal nëse nuk e diçka tjetër për të shtuar rreth këtij diskutimi që pritet të zhvillojë kryeministri Edi Rama me asamblen, me mbajtjen e asamblesë që pritet të nisë në orën 12. Do të jetë me dyert mbyllura, besoj, nuk do të lejojnë patjetër mediat, nuk e di nëse do të ketë një deklaratë kryeministrit Rama para nisjes asamblesë apo pas saj, por me shumë gjasa dhe mund të mos kemi një deklaratë të tillë, duke qenë se është një mbledhje pune për strukturat e Partisë Socialiste. E qartë dhe për ta mbyllur kështu, e nisëm me këtë lidhje me probleme të rënda në fakt, po për ta mbyllur bukur, a është bërë gati qyteti i Vlorës për sezonin turistik apo jo? Vlora është gati për sezonin turistik, pritshmëritë ndoshta janë më të mira këtë vit, nisur edhe nga lufta në lindjen e mesme, synohet faktën nga operatorët turistik që të kemi